Mishtiru Njës, përshëndetje, qëndrojmë së bashku në vim për të përcjellë informacionin e fundit, por edhe gjithçka do ndodhë në korale. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në bashkëpunim me antimafjen e Barit ka zhvilluar në orët e para të mëngjesit një operacion të gjerë kundër një grupi të dyshuar kriminal të përfshirë në pastrim parash. Në total janë dyshuar 15 masa sigurie ku përfshihen 10 arrest me burg, 1 arrest shtëpie dhe 3 detyrim paraqitje. Nga masat arrest me burg, 6 janë ekzekutuar në Itali dhe 4 në Shqipëri. Sipas hetimeve, kreu i grupit Igli Kamberi, arrestuar në korrik 2025 në Itali, dyshohet për përfshirje edhe në vrasjen e një 26 vjeçari në Barleta në vitin 2025. Kurse në Shqipëri është arrestuar edhe Ergys Kastrati, i shpallur në kërkim ndërkombëtar prej 2 vitesh nga autoritetet italiane. Duke folur për operacionin, prokurori italian Giuseppe Gatti ka bërë një vlerësim të fortë për grupet kriminale shqiptare. Organizatat kriminale shqiptare janë ndër më të shpërndarat dhe më të fortat në Bashkimin Evropian. Për një kohë të gjatë janë nënvlerësuar, por sot realiteti tregon një nivel shumë të lartë kriminaliteti dhe rol të rëndësishëm në narkotrafikun ndërkombëtar, ka thënë ai. Kryeministri Rama ka publikuar këtë të martë në rrjetin social X një reagim drejtuar organizatës Reporterët pa kufi, duke theksuar rezultatet e një analize të re mbi gjendjen e mjedisin mediatik në vend. Në postim, kryeministri thotë se pas ndarjes së një raporti të mëparshëm të gjeneruar nga një model inteligjence artificiale i zhvilluar nga një startup shqiptar, nuk ka marrë përgjigje nga Reporterët pa kufi. Ndaj, ka vendosur të publikojë gjetje të reja nga një analizë e zjeruar. Sipas tij, kjo analizë përfshin një periudhë monitorimi prej 120 ditësh me rreth 107.000 artikuj të analizuar nga 47 media të monitoruara. Rama thekson se sipas këtyre të dhënave, teza e një medie të kapur bëhet më e dobët sa më i madh të jetë kampioni i analizës. Ai shton se treguesit empirik e vendosin Shqipërinë 33% nën pragun që lidhet me sisteme mediatike të kapura në mënyrë strukturore. Në vijim të postimit, ai deklaron se share of voice e opozitës arrin në 68.2%, ndërsa ajo e qeverisë në 31.8%. Sipas tij, edhe në media të konsideruara si pro-qeveritare, opozita rezulton më e pranishme se vetë qeveria. Po ashtu Rama shkruan se kritika ndaj qeverisë tek kalon mbulimin pozitiv me një raport gati 5-1. Ai shton se këto të dhëna, sipas tij, nuk përputhen me një situatë ku kritika heshtet apo ku pluralizmi mediatik është i kuvizuar, duke theksuar se bëhet fjalë për fakte të matshme, të nxjerra nga mbi 106.000 artikuj.
Një protest solidarizuese në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut do të mbahet këtë të martë në Tiranë. Kjo protest është njoftuar për në orën 17:00, ku do të nisë tek sheshi Skënderbej dhe më pas do të vijojë me një marshim drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut. Protesta u njoftua pak ditë më parë pas tensioneve të krijuara lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe protestave të zhvilluara së fundmi në Shkup. Zëri ynë nuk do të ndalet, ashtu si nuk do të ndalet as kërkesa jonë pa kompromis për zbatimin e kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve. Më 26 maj mblidhemi në Tiranë në orën 17 dhe pas saj në Prishtinë më pas bashkë si të pa edukat që na quajnë do të rikthehemi sërish në Shkup, kësaj here para qeverisë që shkel mbi të drejtat tona me arrogancë. Ne nuk do të zbrapsemi, ne nuk do të heshtim, gjuha shqipe nuk negociohet. Njoftoi pak ditë më parë aktivisti Mevlan Ademi përmes një reagimi në rrjetet sociale. Delegacioni i kongresistëve amerikan që vizitoi luginën e Preshevës theksoi rëndësinë e stabilitetit dhe prosperitetit në trajtimin e çështjeve mes shqiptarëve dhe serbëve. Keith Self nga radhët e republikanëve dhe Suha Subbanajm nga radhët e demokratëve u takuan me zyrtarë të ndryshëm, përfshirë deputetin e vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, për të marrë informacione dhe mendime të drejt për drejta nga tereni. Kemi parë se ka probleme reale mes shqiptarëve dhe Serbisë, siç edhe kemi ditur, por do të shkojmë edhe në Kosovë për të mësuar për pakicat serbe atje. Pra, po i vizitojmë të dyja komunitetet dhe vendet për të kuptuar se si trajtohen pakicat dhe cilat janë të drejtat e tyre, u tha Self gazetarëve. Subra Maniam përmendi sistemin arsimor dhe zhvillimin e pabarabartë për shqiptarët në Serbi si një nga problemet kryesore të drejtave të pakicës, ndërsa tha se në takime është diskutuar edhe çështja e pasivizimit të adresave. Mirë, ndjekim mesazhin e kryetarës komunës së Preshevës, zonjës Ardita Sinani. Ajo e ka shpërndarë ekskluzivisht për Euronews Albania menjëherë pas takimit me 2 kongresmenët amerikanë. Vizita kongresmenëve amerikanë në luginën e Preshevës është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe historik për shqiptarët e këtij rajoni. Kjo vizitë po dëshmon se angazhimi ynë i vazhdueshëm dhe takimet lëbusi që kemi zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar po japin rezultatet e para konkrete. Edhe fakti që 2 kongresmenë amerikanë sot kanë ardhur për të parë nga afër realitetin teren, pozitën e pavolitshme dhe diskriminuese të shqiptarëve të luginës së Preshevës, kjo normal që e ka një domethënie të veçantë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për ne. E gjatë takimeve ne kemi diskutuar hapur edhe për problemet kryesore me të cilat po përballen shqiptarët të luginës, si diskriminimi institucional, pasivizimi i adresave apo mosnjohja e diplomave të Republikës Kosovës, shkalla e lartë e papunësisë, përngulja e trinjve, mosbatimi i marrëveshjeve të arritura, por edhe bllokimi i mjeteve të fondit të Republikës Kosovës nga ana e Serbisë për mbështetjen e shqiptarëve që po jepen këtë rajon. Po ashtu edhe kemi ngritë edhe shqetësimet lidhur me paralajmërimet për shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Përshtypja jonë nga ky takim është jashtëzakonisht pozitiv, ku kongresmenët kanë treguar interesim të madh, kanë kërkuar detaje konkrete për shumë çështje që i prekëm gjatë diskutimeve. Kjo na jep shpresë se zëri shqiptarëve të luginës po dëgjohet edhe më shumë në qendrën vendimarrëse ndërkombëtare përtej Atlantikut. Edhe jam mirënjohëse ndaj shtetit dhe popullit amerikan për mbështetjen e vazhdueshme ndaj shqiptarëve, e gjithsesi ndaj neve.
Një falenderim kam edhe për lobin shqiptar-amerikan, i cili ka dhënë kontribut të madh që çështja e Luginës të jetë pjesa e agjendës së SHBA-s. Lëvizja vetëvendosje ka hapur shtabin e saj në Shkup në prag të zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në datën 7 qershor. Përfaqësues të këtij subjekti politik thanë se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe diaspora do të kenë rol aktiv në procesin zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje ka hapur shtabin e saj në Shkup në prag të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë që do të mbahen më 7 qershor. Nga ky subjekt politik thonë se edhe diaspora dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut do të kenë një rol aktiv në procesin zgjedhor. Nënkryetari i vetëvendosjes Glau Konjufca tha se lidhjet mes shqiptarëve të Kosovës dhe atyre të Maqedonisë së Veriut janë të vazhdueshme dhe sipas tij kjo afërsi reflektohet edhe në mbështetjen politike. Tradicionalisht popullata jonë shqiptare që e kemi në Maqedoninë e Veriut, nëse i numëroni lidhjet familjare, nëse i numëroni jetën tonë shoqërore të përbashkët, nëse i numëroni sa prej gjeneratave edhe para meje kanë studiu në Universitetin e Prishtinës, kanë banon Prishtinë, pse jo edhe janë martu edhe i kemi gjitha të lidhje të cilat na bëjnë që të ndihemi ne si një popull, një këmbë edhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe bashkëkryetari i Vlenit, Izet Mexhiti, i cili e cilsoi hapjen e shtabit si moment të rëndësishëm për organizimin e mbështetësve të vetëvendosjes në vend. Pra Kosovën e shohin në rrugë të drejt zhvillimit, drejt prosperitetit, me qeverisjen e Albin Kurtit, Glau Konjufcës dhe vetëvendosjes. Prandaj me shumë kënaqësi e mirëpresin edhe në këtë mënyrë simbolike hapjen e këtij shtabi, që do jetë një adresë për gjithë ata që më 7 qershor t'i japin kohë fitores së re. Sipas Izet Mexhitit, kjo është hera e parë që një parti politike nga Kosova hap shtab në Shkup për zgjedhjet parlamentare. Ai shtoi se ky organizim pritet të ndikojë në forcimin e bashkëpunimit politik dhe komunikimit mes shqiptarëve në të dy vendet. Rreth 44% e ndërmarrjeve që operojnë në Shqipëri kanë përqafuar teknologjinë dhe inovacionin në vitet 2022-2024. Rritja e aktiviteteve inovative ka ndikuar pozitivisht në rritjen e të ardhurave dhe në zgjerimin e punësimit gjithashtu. Në vitet 2022-2024 rezulton se 44% e ndërmarrjeve me 10 ose më shumë të punësuar kanë ndërmarrë aktivitete inovacioni. Në këtë kategori përfshihen ndërmarrjet që kanë prezantuar inovacione në produkte ose procese biznesi, si edhe ato që kanë pasur aktivitete inovative të papërfunduara ose të braktisura gjatë periudhës së vrojtuar. Në rezultatet e publikuara nga Instat, aktivitetet e informacionit dhe komunikacionit rezultojnë me nivelin më të lartë të inovacionit, ku 68% e ndërmarrjeve janë aktive në inovacion. Ndërmarrjet në aktivitetet financiare dhe të sigurimit kanë rezultuar aktive në inovacion me 55%, ndërsa ndërmarrjet në aktivitetin e energjisë elektrike, furnizimit me gaz, avull dhe ajër të kondicionuar kanë rezultuar aktive në inovacion me 45%. Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, aktiviteti i inovacionit rezultoi më i pranishëm në grupin e ndërmarrjeve të mëdha, me mbi 250 të punësuar, ku 66% e tyre kanë zhvilluar aktivitete inovative, ndërkohë ndërmarrjet e mesme me 50 deri në 249 të punësuar kanë rezultuar aktive në inovacion me 54%. Rezultatet e vrojtimit tregojnë se rritja e aktiviteteve inovative ka ndikuar pozitivisht në rritjen e të ardhurave nga shitja dhe në zgjerimin e punësimit në ndërmarrje. Shitjet neto të realizuara nga ndërmarrjet aktive në inovacion janë rritur me 4,1 %. Në vitin 2024, këto shitje përbënin 62% të totalit të shitjeve neto të ndërmarrjeve të vrojtuara. Borxhet e qeverisë dhe bashkive janë rritur me 1,1 miliard lek në periudhën janar-mars 2026. Me këtë shtesë, stoku i përgjithshëm i detyrimeve arrin në 6,9 miliard lek. Detyrimet e prapambetura u rritën në 3 mujorin e parë të vitit 2026, pasi kishte zbritur ndjeshëm në fund të vitit të kaluar. Sipas të dhënave, borxhet arritën në rreth 6,93 miliard lek, 1,1 miliard lek më shumë krahasuar me fund vitin 2025. Sipas Ministrisë së Financave, stoku i detyrimeve të prapambeturave të bashkive në mars të këtij viti rezulton në rreth 3,15 miliard, me rritje të lehtë krahasuar me fund vitin 2025.
Edhe pse në korrik të vitit 2025, Ministria e Financave u kërkoi zyrtarisht njësive vendore të hartonin dhe zbatonin një kalendar të detyrueshëm për shlyerjen graduale të detyrimeve të prapambetura, bashkitë nuk arritën të shlyenin detyrimet as në fund të vitit të kaluar dhe as në 3 mujorin e parë të vitit 2026. Sipas kërkesës së ministrisë, bashkitë duhet të merrnin masa për disiplinë më të fortë financiare, të shmangnin krimin e borxheve të reja dhe të përdornin një pjesë të ardhurave për shlyerjen e detyrimeve ekzistuese. Megjithatë, të dhënat e fundit nga ministria tregojnë se në disa bashki procesi nuk ka dhënë rezultatet e pritshme. Një pjesë e tyre jo vetëm që nuk i kanë ulur detyrimet, por kanë regjistruar edhe rritje të stokut të borxhit deri në mars 2026. Nga analiza e të dhënave rezulton se 5 bashkit me nivelin më të lartë të detyrimeve të prapambetura në mars të 2026 janë Kavaja, Pogradeci, Vora, Tirana dhe Dimali. Kryetari KMSH-s, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë besimtarët me rastin e festës së Kurban Bajramit. Përmes një video mesazhi, Spahiu ka përcjellë mesazhe paqeje, mirësie, solidariteti dhe harmonie. Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu ka uruar të gjithë shqiptarët me rastin e festës së Kurban Bajramit, duke përcjellë mesazhe paqe, mirësie, solidariteti dhe harmonie. Spahiu thot se mesazhi i kësaj feste mbetet një thirrje e fuqishme për forcimin e moralit, përgjegjësisë dhe humanizmit në jetën e përditshme. Kurban Bajrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam. Është festa e sakrificës, e bindjes ndaj Zotit, e solidaritetit dhe e dashurisë për njeriun. Ajo na rikujton shembullin e profetit Ibrahim a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili me devotshmëri të plot tregoi besim, durim dhe përkushtim ndaj krijuesit. Feja jonë ndërtohet mbi paqen, respektin dhe vlerat njerëzore universale. Kjo festë na fton të reflektojmë më shumë për njëri tjetrin, të jemi më pranë familjeve tona, më pranë të moshuarve, njerëzve në nevojë, jetimve dhe çdo zemër që ka nevojë për mbështetje e shpresë. Ai nënvizoi se Kurbani përfaqëson solidaritetin, ndarjen dhe kujdesin për tjetrin, sidomos në një kohë kur bota përballet me sfida dhe konflikte të shumta. Kemi nevojë më shumë se kurrë për mirëkuptim, dialog, respekt dhe bashkim mes njerëzve. Shoqëria jonë ka nevojë për më shumë dashuri, më shumë drejtësi dhe më shumë shpresë. Uroj që kjo festë të sjellë gëzim në çdo vatër shqiptare, shëndet për familjet tuaja dhe mirësi për të gjithë shoqërinë tonë. Gëzuar Kurban Bajramin. Falja Kurban Bajramit do të zhvillohet ditën e mërkurë 27 maj në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Falja e namazit do të kryhet në orën 6:30 në drejtimin e kryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu, ndërsa hutbeja e Bajramit do të mbahet në orën 6:35 nga Myftyi i Tiranës Bilal Teqja. Pas rasteve të fundit të denoncuara në rrjetet sociale për keqpërdorim të donacioneve online janë shtuar dyshimet mbi sigurinë e fondeve të mbledhura në internet. Në një intervistë për Euronews Albania, Elisa Liberatori, drejtoreshe GoFundMe për Europën, deklaron se personat që konstatohen se kanë mashtruar me fondet humanitare ndalohen përgjithmonë nga përdorimi i platformës. Rastet e dyshuara të mashtrimeve me mbledhjet në fondeve online kanë rikthyer shqetësimin mbi sigurinë e donacioneve në internet, sidomos pas denoncimeve të fundit në rrjetet sociale për keqpërdorimin e tyre. Në një intervistë për Euronews Albania, Elisa Liberatori Finocchiaro, drejtoreshe GoFundMe për Europën, tregon se rastet e abuzimit monitorohen përmes inteligjencës artificiale dhe verifikimeve të vazhdueshme të përfituesve. Ky është një rrezik që ekziston. Për këtë arsye kemi disa nivele kontrolli, nga algoritmet dhe inteligjenca artificiale deri te ekipet që monitorojnë vazhdimisht fushatat dhe verifikojnë identitetin e përfituesve. Sipas kompanisë, kur konstatohet mashtrim, fushatat pezullohen menjëherë dhe donatorët rimbursohen plotësisht. Kur konstatohet sjellje mashtruese, fushatat pezullohen menjëherë dhe donatorët rimbursohen plotësisht. Personat që kanë vepruar me mashtrim ndalohen përgjithmonë nga përdorimi i platformës. Krahas mashtrimeve, shqiptarët janë donatorët më të mëdhenj në platformën GoFundMe, sidomos në Itali, për shqiptarët në nevojë. Vetëm në 4 vitet e fundit, shqiptarët në Itali kanë mbledhur mbi 2.9 milion euro për emergjenca shëndetësore, aksidente dhe ndihmë për familjet në Shqipëri.
Sipas të dhënave të platformës, nga 91.000 euro të mbledhura në vitin 2021, shifra arriti në afër 900.000 euro në vitin 2025, ndërsa vetëm gjatë muajve të parë të këtij viti janë mbledhur rreth 660.000 euro. People that are based in Italy. Shumica e rasteve që shohim janë njerëz që jetojnë në Itali dhe hapin fushata për prindrit, familjarët apo miqtë e tyre në Shqipëri. Rastet më të shumta lidhen me nevoja shëndetësore dhe kauza mjekësore. Një nga rastet më të njohura ishte ai modeles 25 vjeçare e cila pësoi hemoragji cerebrale, për të cilën dhuruan rreth 8.000 persona. Case of Diana. Mendoj se rasti i Dajanës ishte shembulli më domethënës, pasi ajo arriti të mblidhte rreth 253.000 euro brenda vetëm pak ditësh. Ky rast tregon jo vetëm shkallën e mobilizimit, por edhe shpejtësinë me të cilën diaspora shqiptare don për të ndihmuar. Nga viti 2021 deri në vitin 2025, janë hapur gjithsej 569 fushata nga diaspora shqiptare në Itali, edhe pse GoFundMe nuk operon ende zyrtarisht në Shqipëri për shkak të infrastrukturës financiare dhe sistemit të pagesave, platforma e konsideron rritjen e fushatave nga shqiptarët si një sinjal të fortë për zgjerim në të ardhmen. Bregdeti i Durrësit ka hyrë zyrtarisht në sezonin turistik me rritje të kapaciteteve akomoduese dhe interes më të lartë nga turistët e huaj. Operatorët turistik dhe bizneset e sektorit presin një verë më të ngarkuar krahasuar me vitet e mëparshme. Zyrtarisht ka nisur sezoni turistik në Bregdetin e Durrësit, duke rikonfirmuar edhe një herë pozicionin e tij si një nga destinacionet kryesore turistike në Shqipëri. Fluksi i lartë i turistëve ndër vite ka sjellë nevojën për shtimin e strukturave akomoduese, me qëllim përballimin e kërkesës gjithnjë në rritje gjatë sezonit veror. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Durrës, Nerita Ngolja, konfirmoi se këtë vit ka një rritje prej 8 deri në 10% të kapaciteteve akomoduese, krahasuar me sezonin e kaluar. Durrësi këtë sezon është në një performancë rritje e turizmit shumë më mirë, shumë më pozitive se sa vitet e kaluara. Mund ta themi me krenari që Durrësi po e merr atë status i qyteti i turizmit. Përqindje mund t'ju shprehim që jemi në një mesatare 8 deri në 10% të shtesës së shtretërve apo dhe personave. Në Durrës nuk janë vetëm hotelet, po ne kemi plot biznese, po menaxhohen si menaxhim familjar, duke llogaritur me apartamente dhe një rritje gjithashtu të vazhdueshme. Sipas operatorëve turistik, Durrësi po shfaq një performancë më të mirë turistike se vitet e mëparshme, ndërsa shtimi i shtretërve konsiderohet i rëndësishëm për përballimin e fluksit gjatë muajve të verës. Përveç turistëve tradicional ndër vite si polakët, çekët, slovakët apo edhe hungarezët, këtë vit vihet re një interes i shtuar nga tregjet perëndimore si Franca dhe Anglia. Sezoni turistik ka nisur zyrtarisht. Këtë vit kemi një risi se kemi disa tregje të reja. Për momentin dihet që Shqipëria për vitesh frekuentohet nga turistët polak, çek, slovak, hungarez, të cilët janë për vitesh vinë në Shqipëri. Këtë vit kemi një risi që janë turistët francez, janë turistët anglez. Në qytetin e Durrësit çdo vit shtohen njësitë akomoduese. Vetëm vitin e fundit mund të jenë shtuar diku te 10 struktura të reja, të vogla dhe të mëdha normalisht. Kërkesa është më e lartë për Bregdetin e Durrësit, po shtrihet më larg nga zona e Qerretit, Spidhes, Karpen për të ndërtuar hotele dhe resorte të reja. Me rritjen e numrit të strukturave akomoduese dhe zgjerimin e hartës së turistëve nga vendet të reja evropiane, Durrësi synon të mbajë edhe këtë sezon peshën kryesore të turizmit në vend. Studentët e Maqedonisë së Veriut ditën e sotme kanë planifikuar një protestë në orën 17. Gjuha shqipe nuk negociohet, është një prej sloganeve të tyre. Në kryeqytet do të bëhen bashkë për dhënë mesazhe të drejtë për drejta. Detaje për protestën, pankartat e tyre dhe organizimin do të sjell në këtë moment Engelida Mema. Engelida, të përshëndes. Pas te shikoj studentët të cilët ashtu si edhe në Shkup janë organizuar në Tiranë, në kryeqytet. Lutem ndaj detaje që ke mundur të mësosh rreth tyre.
Po Ilir, protesta e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut tashmë është vendosur në një tjetër kryeqytet, në këtë rast në kryeqendrën e Tiranës, pra në kryeqytetin e Shqipërisë. Kanë zgjedhur pikërisht si pikë takimi të parë sheshin Skënderbej dhe pikërisht nën shtatoren e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, që studentët të bëjnë grumbullimin e tyre dhe më pas të fillojnë le të themi marshimin drejt ambasadës Republikës së Maqedonisë së Veriut, aty ku do të zhvillojnë dhe protestën e tyre. Mos e shumti në fakt, duke qenë se protesta është thirrur nga studentët shqiptar për të mbështetur studentët në Maqedoninë e Veriut, do të mbizotërojnë studentët që vinë nga Tirana kryesisht, por edhe nga ata nga rrethet, dhe më pas studentëve shqiptar janë bashkuar edhe studentët shqiptar të Maqedonisë së Veriut e më pas të Kosovës. Jemi ende në minutat pa filluar zyrtarisht protesta, si të shohim dhe në të pamjet të drejt për drejta, janë grup mosha të ndryshme, janë vajza, janë djemë, të cilët të mbajnë edhe simbolet kombëtare të Shqipërisë, mes tyre ato që mbajnë flamujt, apo ata që mbajnë edhe le themi një daulle e cila do të shërbejë me sa duket për të udhëhequr edhe marshimin nga sheshi Skënderbej drejt Republikës së Maqedonisë së Veriut. Së pari nga Shqipëria, Kosova apo Maqedonia e Veriut? Shqipëria nga Tirana, jam aktualisht dhe kryetari i Këshillit Studentor i Fakultetit Shkencave të Natyrës, ku kemi ndihmuar dhe në pjesën e organizimit. Nuk jemi vetëm nga një fakultet, por jemi nga shumë fakultete në gjithë Tiranën dhe në gjithë Shqipërinë, presim në një numër shumë të madh studentësh nga Prishtina, nga Shkupi. Por duket që studentët nga Shqipëria do të bëjnë pjesën mbizotëruese të kësaj protestës, sepse Tirana e ka thirrur, le të themi. Po, përderisa po zhvillohet në Tiranë, numri më i madh i studentëve do jetë nga Tirana dhe nga Shqipëria dhe nga Elbasani, Vlora dhe rrethet të tjera. Do të bëni një marshim nga këtu deri tek Republika e Maqedonisë së Veriut, aty do të mbani fjalë, do të keni mesazhet e juaja, cili do të jetë mesazhi kryesor që do bëni? Mesazhi kryesor që dhe jemi mbledhur këtu sot është që të gjithë domethënë të mbështesin vëllezërit dhe motrat që janë në Maqedoninë e Veriut. Ka një qëndrim nga ju që jeni kujdesur shumë që protesta mos jetë politike. Përse keni këmbgulur shumë te kjo pikë? Kemi këmbgulur sepse kjo protestë nuk do jetë politike, partijake, nuk është e varur nga asnjë lloj partie, do jetë vetëm studentore, është protestë që do organizohet vetëm nga studentët e Tiranës, të gjithë Shqipërisë dhe nga Prishtina dhe nga Shkupi. Atëherë, me që jemi, bjeri dhe pak Sedalinës, disa tinguj që le ta ndezim dhe protestën me këtë rast. Patjetër. Ilir? Po Ingelida, u dha kushtrimi disa minuta përpara nisjes zyrtare të kësaj proteste, ora 17, ashtu siç edhe the, do të bëj bashkë student nga treva të ndryshme të Shqipërisë, studentët e Tiranës janë iniciatorët e kësaj proteste, janë kujdesur me sa duket që të mos përdoret nga politika edhe për të çuar mesazhe të drejtë për drejta të kësaj kauze të rëndësishme. Mirë, Ingelida, në momentin që do të ketë zhvillime të tjera, ne do të rilidhemi bashkë pse jo për të marrë prononcime nga ana e studentëve për të kuptuar diçka më shumë rreth mesazheve që do të përcillen në ambasadën e Maqedonisë së Veriut, rreth zërit të studentëve, i cili duket ditën e sotme në kryeqytet do të vi në një tjetër tonalitet. Do të vijë tjera informacione. Rasti i mashtrimeve me subvencionet e Bashkimit Evropian do të jetë nën mikroskopin e delegacionit e eurodeputetëve nga Komiteti i Kontrollit Buxhetor që mbërrin në Athinë. Vizita e eurodeputetëve do të zgjasë deri më 28 maj me qëllim hetimin e ankesave në lidhje me subvencionet si edhe vlerësimin e masave korrigjuese që janë ndërmarrë. Kjo vizitë zyrtare vjen në 24 orët ku janë arrestuar 20 persona në Kret dhe 17 në Selanik, të cilët kanë mbledhur në mënyrë të palishme miliona euro nga subvencionet e Bashkimit Evropian. Eurodeputetët do të takohen me Ministrin e Zhvillimit Rural dhe Ushqimit, si edhe me zyrtarët përgjegjës për subvencionet bujqësore të ardhurat publike, transparencën dhe kontrollet. Ata do të bisedojnë gjithashtu me përfaqësues të sektorit bujqësor, gazetarë dhe palë të tjera të interesuara. Në fund të vizitës, më 28 maj, delegacioni do të mbajë një konferencë për shtyp në zyrën ndërlidhëse të Parlamentit Evropian në Athinë. Rusia ka rritur ndjeshëm kërcënimet ndaj Kievit, duke paralajmëruar sulme të vazhdueshme, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë që të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës.
Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një rakete të re hipersonike, Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke u referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskut që është nën kontrollin rus. Në telefonatën me Rubion, Lavrov paralajmëroi se Moska po planifikon të kryejë sulme të vazhdueshme ndaj objektivave ushtarake ukrainase në Kiev dhe ndaj qendrave përkatëse të vendimarrjes. Përmes një deklarate tjetër, Ministria e Jashtme ruse tha se ambasadat e huaja janë informuar për mundësinë e sulmeve të reja që do të shënjestrojnë ndërmarrjet e industrisë së mbrojtjes ukrainase në Kiev. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk dha ndonjë deklaratë të detajuar për telefonatën e Rubios, megjithatë duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Kievi është një vend shumë i rrezikshëm tashmë prej vitesh, tha ai. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturshëm që synon të friksojë diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare me bazë në Kiev. Ministria akuzoi Moskën se po përpiqet të përhap panik dhe tha se kërcënimi për sigurinë nga Rusia mbetet i njëjtë si në vitet dhe muajt e mëparshëm. Kina i ka kërkuar SBA-s dhe Iranit të respektojnë angazhimet e tyre ndaj armëpushimit gjithnjë edhe më të brisht. Kjo vjen pasi ushtria amerikane tha se kreu sulme vetëmbrojtëse ndaj Iranit, duke synuar një numër vendesh në jug të vendit. Irani tha se kishte të drejtë reagonte ndaj çdo shkelje të armëpushimit, i cili ka qenë në fuqi që nga fillimi i prillit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, tha, ne u bëjmë thirrje palëve përkatëse të respektojnë angazhimet e tyre ndaj armëpushimit, të zgjidhin mosmarrveshjet me mjete paqësore, të vazhdojnë të kërkojnë një zgjidhje përmes dialogut dhe negociatave që adresojnë shqetësimet legjitime të të gjitha palëve. 7 persona kanë vdekur në Francë për shkak të një vape ekstreme në fillim të verës që po prek një pjesë të madhe të Europës perëndimore, pasi Franca dhe Mbretëria e Bashkuar shënuan temperatura rekord për majin, duke parashikuar të jenë më të larta gjatë ditës së sotme. Ajo që mund të themi sot është se ka pasur 7 vdekjet lidhura drejt për drejt ose tërthorazi me nxehtësinë, tha zëdhënësja e qeverisë, duke shtuar se 5 nga vdekjet kanë ndodhur nga mbytyja. Meteo France, agjencia kombëtare e motit, tha se temperatura më e lartë e të hënës, 37.1 gradë Celsius, u regjistrua pranë Hosegor në departamentin jugperëndimor të Les Landes, duke shtuar se temperaturat në të gjithë perëndimin e vendit mund të kalojnë 36 gradë Celsius të martën. E hëna ishte dita më e nxehtë e matur për një muaj që nga fillimi i regjistrimeve me temperaturën mesatare kombëtare të matur në 30 stacione në të gjithë vendin. Publicitet, rikthehemi, ndjekim protestën e studentëve, por jo vetëm. Ora shënon 17:00, orari zyrtar i nisjes së protestës së studentëve. Janë bërë bashkë nga treva të ndryshme të Shqipërisë, studentë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, por gjithashtu edhe nga kryeqyteti. Disa minuta më parë kemi pasur mundësi që të shkëpusim edhe disa prononcime të studentëve të Tiranës, të cilët kanë qenë edhe organizatorët kryesor, sheshi Skënderbej, duket se është mbushur tashmë me flamuj, me student të cilët do të nisin protestën e tyre të organizuar në formën e një marshimi i cili do të ndaloj përpara ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë, aty ku do t'ipen edhe mesazhet e drejt për drejta, mesazhet e forta në këtë protestë radhës të studentëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët duan me çdo kusht, por jo vetëm, që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Ngeletja Mema, Ardit Hoxha janë në terren për të ndjekur rapasapi këtë protestë. Jemi me pamje të drejt për drejta në këto momente, ka nisur me ovacion, me daulle gjithashtu, me eufori.
kjo protest e studentëve, e cila shoqërohet gjithashtu me duartrokitje, janë bërë bashkë të rinjt për të mbajtur njëri tjetrin edhe për të mbështetur këtë kaos të rëndësishme, jo vetëm për studentët, por për të gjithë shqiptarët që jetojnë edhe punojnë në Maqedoninë e Veriut. Siç e thash, student nga Kosova, nga kryeqyteti, nga Maqedonia e Veriut janë bërë bashkë në sheshin Skënderbej, janë pikërisht në bustin e heroit kombëtar Skënderbeut, aty ku do të nisë edhe rrugtimi, marshimi i tyre drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut. Zëri ju nuk do të ndalet, ashtu si nuk do të ndalet as kërkesa jon pa kompromis për zbatimin e kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve, ka qenë deklarata e studentëve të Maqedonisë së Veriut me njëherë pasi vinë nga një protest masive organizuar mjaft mirë, duhet thënë, në qendër të Shkupit. Ne nuk do të zbrapsemi, ne nuk do të heshtim. Gjuha shqipe nuk negociohet, ka njoftuar disa ditë më parë aktivisti Mevlan Ademi përmes një reagimi në rrjetet sociale. Në protestën solidarizuese në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, janë bashkuar edhe studentë pra nga treva të ndryshme shqipfolse. Kjo protest është njoftuar në orën 17 në sheshin Skënderbej, më tej do të vijojë me marshim drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut. Lidhem me Ardit Hoxhën për të marrë pak nga atmosfera e nisjes së kësaj proteste. Ardit, përshëndes, lutem thuaj çfarë po ndodh pranë teje. Ilir, të përshëndes, jam i pozicionuar në një kënd ku janë duke u grumbulluar, në fakt vijojnë të bashkohen edhe studentë të tjerë të universiteteve të Tiranës në këtë protest sensibilizuese. Në fakt është e treta protest që studentët shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë organizuar duke kërkuar të drejtat e tyre të përdorimit të gjuhës shqipe dhe të kenë të drejtën ashtu sikur kanë cilësuar ata që gjuha shqipe në mos të jetë një opcion, por të jetë një e drejt e pa kontestueshme dhe një drejt që atyre u buron përveç se është një drejt natyrore, edhe një buron nga kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga marrëveshja e Ohrit. Nga informacionet që kemi mundur të grumbullojmë nga disa prej studentëve të pranishëm, përveç studentëve nga universitetet e Tiranës dhe disa prej universiteteve të tjera në Shqipëri, pritet që të bashkohen edhe një numër nga universitetet nga studentët shqiptarë pra në Maqedoninë e Veriut, të cilët sigurisht janë ata që kanë nisur këtë val protestash në Maqedoninë e Veriut dhe në një farë forme kërkojnë që edhe bashkëmoshatarët e tyre patriot në Shqipëri, në Tiranë sot, por sipas gjitha gjasave do të kërkohet që të zgjerohet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë të bashkohen dhe të mbështesin ata në këto kërkesa legjitime dhe që sipas tyre asgjë nuk do duhet të diskutohet. Arrit të dalloj Ilir disa figura publike me studentëve edhe pedagogë të Universitetit të Tiranës, të cilët gjithashtu kanë zgjedhur që t'i bashkohen dhe ta mbështesin këtë kauzën e kësaj proteste të ditës sotme në Tiranë. Gjithashtu nga informacionet që kemi arritur të grumbullojmë nga disa prej të rinjve këtu, bëhet me dije se pasi të përfundojë gjithë grumbullimi i të gjithë atyre që kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në këtë protestë të sotme, do të bëhet marshimi nga sheshi Skënderbeu, ku ndodhemi aktualisht pranë ose pas shtatores së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe do të vijohet më tej përmes rrugës së Durrësit me destinacionin final ambasadën e Maqedonisë së Veriut në Tiranë, e cila ndodhet në atë zonë që quhet ndryshe si zona e bllokut të ambasadave, kështu që aty do të jetë pika fundore dhe stacioni ku protestuesit, studentët do të ndalen në këtë pasdite të sotme. Po Ilir. Qartë, Ardit, lutem me sa arrin që të shuash cilët janë sloganet e studentëve në nisje të kësaj proteste, të këtij marshimi, për të kuptuar edhe se cilat do të jenë le të themi mesazhet që do dërgohen në ambasadën e Maqedonisë së Veriut.
kam besim ke protesta ndryshme në Gjermani ku në parë. E kanë eksperiencë. Po në fakt, po të bëjmë një panoramim në këtë moment e mendimin edhe të operatorit ku drejt plaku i lirë, janë disa pankarta që unë arritë shuaj, paka shumë janë të njëjta me ato që ne kemi parë edhe në dy protestat e mëparshme në Shkup, ku thuhet se gjuha amtaris është opsion, por identitet, gjuha shqipe është e drejta jonë, një gjuhë na bashkon përtej kufive, lexohet në një tjetër pankart, ligji në letër, diskriminimi në pankart është po ashtu një tjetër slogan që e shoh që studentët e mbajnë në duart e tyre, sigurisht ka edhe pankarta tjera me nota të larta patriotike, është flamuri i famshëm, në ta cilësojmë tashmë autoktonus me dy figurat e shuara të historisë shqiptare siç është Isa Politini dhe Ismail Qemali, dhe gjithashtu ka pankarta tjera ku kjo që po shohim në këtë moment studentët për studentët me laps në dorë, jo me të drejta nën këmbë. Ne jemi bashk, lexohet në një tjetër pankart që mbahet në duar. Gjua jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjere, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerën. Është një pankart që ka marrë një pjesë nga poezitë e Naim Frashit dhe në këtë moment është bashkuar me protestuesit dhe gazetari Marin Mema, i cili pritet që tjetë dhe një nga folësit në ndalesën e dytë që protesta do të ketë pra përballë ambasadës Maqedonisë së Veriut në Shqipëri. Ka disa diskutime që nëse mund t'i pasqyrojmë në këtë momente mes organizatorëve për të vendosur ndoshta se si do të vijohet, nëse do të vazhdoj të pritet këtu apo do të nis marshimi nga sheshi Skënderbeu ku ndodhen në këtë momente drejt rrugës së Durrësit, pra ambasadës Maqedonisë së Veriut. Dua të theksoj Ilirs që gjithsesi pavarësisht lajmërimeve të shumta në rrjetet sociale që ne kemi parë gjatë 48 orëve të fundit, ku ishte krijuar ndoshta një perceptim se pjesëmarrja mund të ishte edhe më masive, të paktën deri në këtë momente, ndoshta për fat keq mund ta them këtë gjë, deri në këtë momente pjesëmarrja është kjo që shohim, pra nuk bëhet fjalë ende për një protestë masive, sigurisht janë disa qindra të rinj, kryesisht nga Tirana, të cilat janë bashkuar kësaj proteste të sotme, por e theksoj që të paktën deri në këtë moment ende nuk është shndruar, po themi, në një protestë masive sikundër ato që neve kemi parë që janë zhvilluar në Shkup, apo edhe nëse mund të bënim një krahasim edhe me tubimin që u zhvillua disa muaj më parë në mbështetje të ish-liderëve të UÇK-s pikërisht në këtë vend ku ndodhemi sot, pra në sheshin Skënderbej. Vazhdohet që të ketë, po themi, komunikim dhe dialog mes atyre që janë organizatorë të këtij tubimi të sotëm për të përcaktuar se si do e vijojnë më tej protestën. Sigurisht janë këto momentet para ku ka komunikime të vazhdueshme mes atyre që kanë ardhur e aty që ndoshta janë duke u bashkuar. Në këtë moment është duke u shpalosur një pankart gjigande që do të mbahet në krye të protestës për gjatë këtij marshimi dhe gjatë këtij tubimi që do të zhvillohet sot në kryeqytet. Ne jemi bashk. Kështu shkruhet në këtë pankartë të madhe që sapo u shpalos në këto momente. Dhe do t'jetë ky slogan që do i pri protestuesve, ndërkohë që në këto momente ka ovacione dhe thirrje nga studentët protestues që bëhen gati në këto momente për ta nisur marshimin e tyre nga sheshi Skënderbej drejt ambasadës Maqedonisë së Veriut në Tiranë. Po Ilir. Qartë, Ardit. Kjo është panorama deri në momentin që flasim. Ne jemi bashkë, ashtu si fakt kanë treguar studentët edhe në protestën e fundit në Shkup, flamuj, Kujezi, fotografit Ismail Qemalit, Isa Buletinit. Starti do tjetë pikërisht në shtatoren e Skënderbeut, do të nis rrugtimin, marshimin, protesta e studentëve
për gjuhën shqipe, do të kulmoj me fjalime, me sa më thot kolegu Ardit Hoxha përpara ambasadës Maqedonisë së Veriut në Tiranë, nga figurat të njohura të cilat me sa duket janë bashkuar kësaj proteste të studentëve. Ama në prononcimet e para që kemi pasur, duket qartë se studentët politikën duan ta mbajnë larg, ashtu siç kanë bërë në fakt edhe në protestat e shkuara organizuar në Maqedoninë e Veriut edhe tashmë edhe në Tiranë. Mirë, do të mbetemi me pamjet e drejt për drejta të protestës me sloganin kryesor në Jemi Bashkë, ndërkohë që unë do të zhvilloj një bashkëbisedim me zotin Aser Selmani në këto momente. Zoti Selmani, të përshëndes, faleminderit që gjete kohë për këtë komunikim. Siç e shikon, studentët nga treva të ndryshme të Shqipërisë janë mbledhur në kryeqytet në Tiranë. Për ju, çfarë rëndësie ka kjo protestë këtu në kryeqytet? Përshëndetje. Sigurisht që është e rëndësisë jashtëzakonshme për ne shqiptarët e Maqedonisë, sepse për herë të parë ndjejmë se shteti shqiptar, qeveria shqiptare dhe shqiptarët në përgjithësi din të organizohen dhe të na dalin në krah për realizimin e të drejtave tona që janë të ligjshme dhe të drejta. Unë mendoj se studentët e kanë hetuar se këtu në Maqedoni po ndodh një kthes apo po përpiqet establishmenti politik maqedona si udhëhequr nga një politik shoveniste të na kthej mbrapa para luftës së vitit 2001, kur shqiptarët fituan disa të drejta dhe si duket këta qarqe shoveniste ende nuk pajtohen me këtë fakt. Nëse heqim dorë nga përdorimi i gjuhës shqipe, përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, sepse shqipja në Maqedoni është zonjë në vend të vet, në troje të veta, mendoj se do ketë zhvillime shumë negative për Maqedoninë, sepse pjesa dërmuese e shqiptarëve nuk do të pranojnë që të na kthejnë mbrapa. Nga këto protesta, zoti Selmani, çfarë mund themi? Është arritur, le të themi, ajo që duan studentët, jo vetëm për provimin e jurisprudencës, por për pozicionin dinjitos të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, përcaktuar mirë e zeda mbi të barë në kushtetut, por gjithashtu edhe në marrëveshje, siç ju e thatë. Çfarë ka prodhuar deri tani protesta e studentëve? Kanë fjalën për politikën atje. Unë mendoj që studentët kanë nxjerrë në sipërfaqe një të vërtet shumë të dhimbshme për neve. Përkundër asaj se gjuha shqipe me kushtetut dhe me ligj është zyrtare, deri tani gjuha shqipe nuk është përdorur në nivelin që është dashur të përdoret. Dhe mendoj se është momenti që kjo edhe të ndodh. Nga reagimet e politikës, zoti Selmani, a ka gjasa që të ndodhë së shpejti afër diçka e tillë, ky ndryshim thelbësor? Unë nuk dua të paragjykoj, por nga ajo që shoh dhe nga përvoja që kam me zhvillimet në të kaluarën, mendoj që qeveria nacionaliste këtu në Shkup po përgatit terren për të abroguar ligjin për përdorimin e gjuhëve, e cila garanton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e pushtetit në vend, nga i lokal në qendror, dhe veçanërisht janë të shqetësuar që gjuha shqipe duhet përdoret edhe në organet e drejtësisë, gjykata, prokurorit dhe administratën publike. Mendoj se studentët po na i hapin syt dhe po na ndërgjegjësojnë se ka ardhur koha e fundit kur duhet të pengojmë këto zhvillime negative, dhe nëse kanë guximin që ta abrogojnë ligjin, atëherë se do jetë e nevojshme që shqiptarët, pa dallim janë në parti që participojnë në pushtet apo janë të opozitës, duhet të dalim në rrugë dhe të mbrojmë të drejtat tona kushtetuese dhe ligjore. Unë t'ju them të drejtën, nuk besoj shumë në këtë qeveri, sepse udhëhiqet nga një politik ekstreme nacionaliste, me që nuk ka rezultate në 2 vitet e para të qeverisjes, ajo mund të përdor kartën e përkeqësimit marrëdhënieve ndëretnike që të mbuloj veten, që të justifikoj veten për rezultatet që mungojnë.
nuk ka arritur që të bëjë reformat e nevojshme në drejtësi, këta e ka premtuar para vitit 2024 kur erdhe në pushtet, kanë premtuar luftimin e korrupsionit dhe ne nuk shohim se ka betejë serioze për të luftuar korrupsionin, dhe ajo që është e rëndësishme e kanë vetë bllokuar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo është një temë shumë interesante në fakt për të diskutuar. Zoti Selmani, me lejen tuaj doja që të ndiqnim pak më nga protesta dhe rikthehemi bisedës. Vetëm dinjitetin ton, gjuhën ton, gjakun ton. Pa frikë, pa kompromis, pa u ndalur, sepse një popull që ka mbijetuar shekuj vetëm me gjuhë, flamur dhe emrin e vet, nuk gjunjëzohet para asnjë ministri, asnjë partie dhe para asnjë politikani gjak prishur. Ne jemi këtu. Ne jemi këtu, ne jemi bashk dhe nuk shkojmë askund. Roft gjuhë shqipe, roft kombi shqiptar. Përshëndetje të gjithëve. Jam Besar Sejdiu nga Shkupi. Nuk është as privilegj, as kënaqësi që sot të jem këtu. Është obligimi ynë i përbashkët kombëtar që të themi të gjithë atyre që mendojnë se mund të na përçojnë si kombë. Në Tiranë, Prishtinë e Shkup, se gabojnë në rënd. Ajo që nisi si problemi kolegëve tanë në drejtësi, sot po kthehet në një ortek të madh qytetar, e kombëtar, që synim ka vetëm një gjë, zbatimin e plot të barabartë të gjuhës shqipe, ashtu siç e garanton kushtetuta dhe ligji. Ne nuk kërkojmë privilegje, nuk kërkojmë mëshirë dhe as favore politike, kërkojmë vetëm barazi dhe respekt për atë që na takon. Sot, nga Tirana ka vetëm një mesazh. Ne jemi një dhe të tillë do qëndrojmë. Bravo! Bashkë në çdo sfidë, bashkë në mbrojtje të dinjitetit, gjuhës dhe identitetit tonë kombëtar. Dhe le ta dëgjojmë mirë të gjithë. Shqiptarët nuk do heshtin sa që tentohet të mohohet e drejta për të gjendë të barabartë në tokën e tyre. Faleminderit shumë. Bravo! Përshëndetje gjithëve. Në radhë parë, po nis ka mesazhi që kemi dhënë në këtë banderol këtu. Ne jemi bashk, sepse sot vërtet jemi bashk për te i çdo parti e çdo forcë të tyre. Kombi është mbi çdo parti. Kombi është i shenjtë, kombi është gjaku e shpirti i çdo shqiptari dhe s'ka kërkush që mund të ta ndajë. Ne do t'jemi çdo ditë krah çdo shqiptari në çdo pllëm trojeve shqiptare, krah vëllezërve tanë Maqedoni e kudo, sepse ne jemi një shpirt, një zemër, një kulturë, një identitet, një histori, një gjak shqiptar, i shenjtë. Uroj me zemër e me shpirt, dhe këtë mesazh e kam shumë sinqert, që ne siç jemi sot gjithë bashk, dhe ju siguroj që sot jemi shumë bashk, të përpiqemi çdo ditë të rinjt shqiptar në Shqipëri e kudo, është koha të marrin gjithçka në dorën e tyre. Është koha që të rinjt shqiptar të kthejnë dinjitetin e Shqipërisë dhe çdo të pllëmbë trojeve shqiptare. Shqipëria ka nevojë për gjithë atë rinj. Shqipëria ka nevojë për të rinjt e saj. Shqiptarët ka nevojë për njerëz që e duan fort kombin e tyre. Shqiptarët ka nevojë për njerëz që duan me shpirt e me zemër shqiptarin. Ndaj, sa më shumë çdo ditë, sepse shqiptarin e bëjnë vetëm ata që duan vërtet. Është koha për shqiptari, për çdo pllëm të kësaj toke. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Julian Ali dhe Vika Çamëria. Sot nuk po protestojmë vetëm për një provim jurisprudence. Sot jemi mbledhur për të mbrojtur dinjitetin, gjuhën dhe identitetin e shqiptarëve në Maqedoni. Po protestojmë për një popull autokton që meriton të flasë, të shkruaj
të studioj, të këndoj, dhe të japë provime në gjuhën e nënës. Por protestojmë për shqiptarët Maqedoni, një popull set formues, që duhet të trajtohet i barabartë në vendin e vetë, sepse historia ka treguar se kur goditet gjoa, goditet identiteti. Ata shqiptarë nga shumicë i kthehen në minoritet, dhe sot me precedent të tillë tentojnë t'i asimilojnë. Mu vi nga çamëria dhe e di shumë mirë sa e shenjtë është shpërtja e gjuhës dhe identitetit. Të rinj çam janë sot këtu në mbështetje të vëllezërve tanë Maqedoni dhe do të jenë me ta deri. Bravo. Sot jemi bashkë, student nga Shqipëria, Kosova, Ilirida, Malizi të Çamëria. Me një mesazh të vetëm. Gjuha jonë është identiteti ynë, historia jonë dhe krenaria jonë. Rrof popi shqiptar, rrof gjuha shqipe. Bravo. Përmashimi. Arkitin për para dhe Mirë, sa duket këto ishin fjalimet për momentin, ka nisur marshimi i studentëve, nuk është një protestë vetëm për provimin e jurisprudencës, tha njëri prej tyre, por për dinjitetin e shqiptarëve. Ndërkohë që zoti Selmani bëri përshtypje edhe deklarata e fortë e njërit prej studentëve, i cili tha duan të na përçajnë, ata që duan të na përçajnë nga Tirana, nga Prishtina edhe nga Shkupi nuk do t'ja arrin dot, duke referuar politikës. Meqense jemi këtu, pse i ka pasur duart e lidhura politika përfaqësuese e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut gjatë tyre viteve për ta çuar përpara këtë kaos në gjykimin tënd? Para se të përgjigjem në pyetjen tuaj, desha të përmend diçka që mendoj të ndaj diçka me opinionin që është e rëndësishme. Në vitin 2018, shqiptarët u bashkuan dhe dhanë votat e tyre në parlamentin e Maqedonisë për të ndryshuar kushtetutën dhe Maqedonia të hyjë në NATO. Është kontributi jonë. Dhe për shkak të këtij kontributi, Partia Maqedone që atëherë ishte në pushtet dhe faktori ndërkombëtar, po ashtu edhe shteti shqiptar, ndihmuan që të miratohet ligji për përdorimin e gjuhëve. Do thotë, nëse shkelet ky ligj, është shkelur, nuk shkilen vetëm të drejtat e shqiptarëve, por shkilet edhe ky konsenzus që është ngritur në vitin 2018 për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Prandaj mirë bën shteti shqiptar, mirë bëjnë të rinj shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, që janë ngritur në këmbë dhe unë jam i bindur që do ta zgjojnë opinionin tjetër këtu në Maqedoni, dhe sepse agenda e gjuhës shqipe, agenda përbashkuese, ata që nuk janë të gatshëm që të ngrihen këmbë për të mbrojtur gjuhën shqipe, sepse si thanë edhe student, gjuha shqipe është gjaku jon, është identiteti jon, është shtylla e identitetit ton. Besoj se do gabohen. Gjithherë në histori, ata që kanë zgjedhur rrugën më të lehtë për interesa miskine, qofshin ato politika apo korruptive, unë jam i bindur që populli shqiptar është aq i vetëdijshëm se do bashkohet dhe nuk do lejoj që fatet e tij të varen nga politikanë të papërgjegjshëm, të korruptuar dhe të cilët më tepër mbajnë llogari për interesat e tyre të ngushta se sa për interesat e kombit. Unë jam i bindur që ajo që është me rëndësi tani në këtë fazë të dëshmohet, është i dërgohet mesazh establishmentit politik maqedonas se çdo përpjekje për ta shfuqizuar ligjin për përdorimin e gjuhëve do has në rezistencë të fuqishme të shqiptarëve. Dhe do jetë një përpjekje e kote e tyre për të na rrëmbyer drejtat tona. Besoj se kur këto qendra shoveniste në Shkup do të kuptojnë që shqiptarët janë zgjuar
dhe nuk do të bëjmë kompromise me drejtat e tyre, ata do të tërhiqen. Prandaj them se është koha e fundit partitë politike, intelektualet, media, të gjithë bashkë, shqiptar, student, dhe po ashtu edhe Shqipëria dhe Kosova, të dërgojnë mesazh se gjua shqipe nuk është për të shitur. Gjua shqipe nuk do ndrohet për kolltuqe, për pozita, për funksione, për korrupsion. Gjua shqipe do mbrohet me gjakun ton, do mbrohet sepse është e drejt legjitime, është e drejt e garantuar me kushtetut. Dhe ne nuk do pranojmë që ajo të abrogohet. Prandaj them që presioni duhet vazhdimisht të mbahet dhe të bëhet me dije, edhe atyre që marrin vendime në Shkup, se abrogimi i gjuhës shqipe nuk do të kaloj. Sepse ka shqiptar që do ta mbrojnë, jo vetëm në Shkup, në Tetov, në Strug, në Kumanov, gjithandej, por edhe qeveria shqiptare, sepse e ka obligim kushtetues, do të na ndihmojnë edhe vëllezërit tanë. Po si do ta mbrojnë, zoti Selmani? Ka bërë mjaftueshëm Tirana zyrtare, kjo ishte pyetja që ju drejtova edhe pak më parë. Tirana zyrtare, Prishtina, gjithashtu politikanët shqiptarë, Maqedoninë e Veriut, kanë bërë ai sa duhet? Për të qenë të sinqert tani, është e turpshme nga viti 2001, sa jam bërë 25 vjet, që ne ende flasim për gjuhë shqipe. Gjuha shqipe qysh në vitin 2001 është pjesë e kushtetutës dhe është gjuhë zyrtare. Pse nuk është bërë? Sepse thjesht partitë politike shqiptare më tepër kanë shikuar interesat e tyre politike, dëshirë të pasuruar në mënyrë të paligjshme, dhe këtë gjë e ka përdorur politika maqedone. Nuk duhet të nënçmohet politika panslaviste në rajon, dhe kjo Maqedone, e cila mentor ka Beogradin zyrtar, është në ndikimin e fuqishëm, sepse Serbia gjithherë politikat e saj shoveniste kundër shqiptarëve, qofshin në Maqedoninë e Veriut apo në Kosovë, i ka testuar një herë në Maqedoni. Pastaj të njëjtat është përpjekur që t'i zbatoj në Kosovë. Ju kujtohet, gjuha shqipe pas vitit 81, pas demonstratave të studentëve, më egër është luftuar në Maqedoninë e Veriut. Dhe pastaj kur politika serbe e testoi këtë politikë dhe u përpoq pas vitit 1990, pas shpërbërjes së Jugosllavisë, ta zbatoi në Kosovë, por fatmirësisht atje pati shqiptar që rezistuan këtë politikë dhe e mundën. Dhe fal kësaj vetdije kombëtare, Kosova sot është shtet i pavarur dhe demokratik. Prandaj, agenda e gjuhës është agenda që duhet i bashkojë shqiptarët, ata që nuk janë në gjendje që të qëndrojnë pas kësaj agjende, unë mendoj se shikoni, duhet të jemi të sinqert, ka shumë që thonë se janë shqiptar, po të jemi të sinqert, jo gjithë që flasin këtu shqip janë shqiptar. Sepse ata që na e shajnë Skënderbeun, ata që nuk janë komb i Gjergj Kastriotit, atyre nuk u bët vonë për gjuhën shqipe. Shqiptarët e vërtet janë shqiptarët e Gjergj Kastriotit dhe ata nuk do të dorëzohen. Është kohë e fundit që edhe këta të sekteve fetare në bashkohen, sepse agenda jonë është e vërtet. Të paktën tani është momenti kur ne duhet të demonstrojmë se duam kombin tonë, duam gjuhën tonë, dhe është interesi përgjithshëm që të mbrojmë të ardhmen tonë, sepse ne nëse nuk jemi në gjendje këtu në Maqedoninë e Veriut të mbrojmë të drejtat tona, atëherë çfarë na duhet që neve lavdërojmë dhe krenohemi që jemi shqiptar. Tani është koha që të dëshmohet shqiptaria jonë. Dhe unë besoj shumë se në Maqedoni ka shqiptar të vërtet që nuk do të lejon në përkëmbën të drejtat tona. Studentët e kanë treguar këtë, zoti Selmani, për këtë jemi të sigurt që ka shqiptar. Studentët shqiptar gjithmonë e kanë treguar. Absolutisht po. Kanë treguar në 68-ën, e kanë treguar në vitin 81, e treguan me luftën në UÇK-s dhe do ta tregojnë edhe tani. Prandaj unë jam shumë i bindur, nëse ne si komb flasim me një gjuhë, ashtu siç thonë studentët, ne jemi bashkë, unë jam i bindur establishmenti politik Maqedonas, që është
ndikimin e fuqishëm të Vučićit nuk do të guxoj të prek të drejtat e shqiptarëve. Qartë. Zoti Selmani, doja të pyesja për takimin e fundit të përfaqësuesve të Vlen me Mickovskin. Je shpresë plot se do të arrihet diçka? Jo, unë mendoj se nuk ka çfarë ata kërkojnë 3 muaj. 3 muaj, unë nuk e di çfarë, pse ju duhen këta 3 muaj. Në kushtetutën e Maqedonisë, gjuha shqipe është zyrtare. Atje nuk përmendet si gjuhë shqipe, sepse janë shovinist, edhe në vitin 2001 ishin shovinist, nuk deshen që t'ja vënë emrin ashtu si që ka gjuha shqipe, por është zyrtare, thot një popull një gjuhë që flitet nga 20% e popullsisë. Ne këtu jemi mbi 25-30%. Dhe e dyta e kemi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Dhe atje qartë thuhet në nenin 23 të këtij ligji se gjuha shqipe është zyrtare edhe në procedura gjyqësore dhe administrative. Prandaj nuk ka se çfarë ju duan 3 muaj. Kjo duhet të zgjidhet me njerë. Unë dyshoj, dhe prandaj ftoj që t'jemi vigjilent. Unë dyshoj se këta blejnë vazhdimisht kohë që t'i përgatitin terren gjykatës kushtetuese që na abrogojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo thjesht nuk guxon të ndodhë. Dhe nëse ndodh, ne duhet të reagojmë fuqishëm si shqiptar. Nuk ka nevojë që të bëhen ligje që të dërgohen kërkesa në Komision e Venecias. Të drejtat tona shqiptarët e Maqedonisë Veriut i kanë fituar me luftë, është derdhur gjak për këto të drejta. Dhe ata të drejta janë të shënuara në kushtetutë. Dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të lejojmë që të abrogohen. Dhe unë jam i bindur që nuk do të lejon. Por nëse establishmenti politik maqedonës mendon se shqiptarët janë të dobët, unë mendoj se do gabohen shumë keq. Por nëse na sfidojnë kësaj radhe, unë besoj se ne nuk do kënaqemi me ato të drejta që i kemi garantuar në vitin 2001. Do shkojmë sepse do shkojmë deri të kërkojmë të drejtat tona të plota. Si kom shtet formues me të drejtat tona, me territorin ton, dhe sigurisht, nëse nuk duan të jetojnë me ne, mund të edhe të federalizojmë Maqedoninë. Formojmë 2 njësi federale, ata le të jetojnë atë pjesë që janë shumicë, ne do organizojmë jetën tonë në këtë pjesë tjetër. Prandaj them, gabimi kanë matematikat. Është koha e fundit të tërhiqen, të mbushen me mend dhe të respektojnë të drejtat e shqiptarëve. Ata besojnë se duke i mashtruar këta që hiqen si politikan këtu të ne në qeveri, ata besojnë se do të mashtrojnë edhe shqiptarë, por shqiptarët janë më të zgjuar dhe më të vendosur se sa ata që kanë zonë koltuqet në qeverinë e Maqedonisë dhe heshtin dhe nuk janë në gjendje të mbrojnë të drejtat e shqiptarëve. Prandaj them, gabojnë nëse mendojnë se ata që i kanë në qeveri, se shqiptarët janë si ata që i kanë në qeveri. Shqiptarët janë më të vendosur dhe nuk do të tërhiqen, nuk do t'i këmbejnë të drejtat e tyre me lek dhe me pozita e me privilegje. Qartë. Zoti Selmani, si e ke parë qëndrimin e ambasadës shqiptare në Shkup gjatë kësaj periudhe, se kemi pasur ca ditë me turbulenca, flitej për zëvendësime ambasadorësh edhe tjera si këto. Ka qenë dinjitoze, ka qenë efort në mbështetje të studentëve, ka qenë veprim i dur, le të themi? Të them të drejtën, unë mendoj që nëse unë jam shqiptar krenar gjithherë, por ambasadori shqiptar aktual, zotin Mejdani, me sjelljen e tij dinjitoze që mbron interesat e shtetit shqiptar, përfaqëson interesat e shtetit shqiptar dhe me dinjitet na ka dalë në krah. Prandaj them se asnjëherë si tani qeveria shqiptare, diplomacia shqiptare, shteti shqiptar e ka marrë rolin që i takon, e ka marrë rolin kushtetues të mbrojë gjithandej secilin shqiptar në gjitha trojet ku jetojnë shqiptarë, pavarësisht se jetojnë jashtë Shqipërisë politika administrative të Londrës. Unë mendoj që asnjëherë si tani Shqipëria nuk është pozicionuar ashtu siç duhet.
e shoh në media se u vjen keq që do të tërhiqet ambasadori. Ambasadori unë mendoj që e ka mbaruar punën e vet. Emri i tij do mbahet mend në mendjet dhe zemrat e shqiptarëve të Maqedonisë. E ka nderuar një herë vetveten si profesionist. Po pse çfarë bëri zoti Selmani, ambasadori? Ka folur zëshëm, nuk ju ka dalë në do thot ka qenë gjithherë atje ku kanë qenë ku shqiptarët kanë pas problem. Dhe nuk e ka pasur problem të flet zëshëm, të paraqitet në skenë, të mos sepse shikoni unë e kuptoj që diplomacia donjëherë punët i kryen në si them pas perdeve. Por doj se zoti Mejdani ka bërë një diplomaci të shkëlqyer publike dhe ka bërë mirë që e ka bërë. Pavarësisht se ndoshta i ka shqetësuar disa qarqe këtu në Maqedoni, po ai misionin e tij e ka realizuar. Shqiptarët janë zgjuar dhe nuk do ketë asgjë tjetër, nuk do të mund qoftë qeveria e Maqedonisë apo qendra antishqiptare këtu në rajon të na vënë prapë në gjumë. Shqiptarët janë zgjuar dhe nuk do lejojnë që në përkamën të drejtat e tyre. Zoti Selmani, faleminderit, kënaqësi bashkëbisedimi me ju. Në këto momente shpresojmë që protesta të ketë ato rezultate që ju në fakt përcollët nëpërmjet analizës suaj, duke qenë se student shqiptar, figura publike nga treva të ndryshme të Shqipërisë janë bërë bashk. Jemi bashk. Ky është slogani që po shikojmë edhe në këto pamje drejt për drejta nga protesta e ditës së sotme, një protest në formën e një marshimi, ka nisur me deklaratat forta nga ana e studentëve, ata që duan të na përçajnë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup nuk do të dalin sepse ne jemi bashk, kanë qenë deklaratat e studentëve, dinjitet për shqiptarët, për gjuhën shqipe. E gjitha kjo nuk ka të bëjë vetëm me provimin e jurisprudencës, ishin të qartë ditën e sotme të rinë studentët, por edhe përtej kësaj ka të bëjë me dinjitetin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Flamuj kuqezi, flamuj të Kosovës gjithashtu janë parë në këtë protest të studentëve në kryeqytet, një protest e nisur nga sheshi Skënderbej, po vjon rrugtimi i saj për në ambasadën e Maqedonisë së Veriut për të përcjell drejt për drejt mesazhet. Një gjuhë na bashkon përtej kufive është një tjetër slogan që arri që të shquaj në këto momente nga studentët të cilët janë mbledhur pra në kryeqytet për të marshuar, për të protestuar. Zëri nuk do të ndalet, ashtu si nuk do të ndalet as kërkesa jon pa kompromis për zbatimin e kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve. Kjo ka qenë në lajmërimin zyrtar, ndërkohë që shikoj të bëhet gati Enkeleda Memajt i paraprin protestës, marshimit të studentëve, nuk e di nëse e kam gati, momentin që do ta kem gati Enkeledën, do t'ju lutesha që të vijoja komunikimin për të marrë pak nga atmosfera e cila duket e mirë në këtë protestë të studentëve, me ovacione, me duartrokitje pas çdo deklarate, të paktën kjo ka qenë piknisja e këtij marshimi që si e thash do të kulmojë në ambasadën e Maqedonisë së Veriut. Isa buletini Ismail Qemali në këmbët e shtatores Skënderbeut janë mbledhur studentët nga treva të ndryshme të Shqipërisë. Lidhemi me Enkeledën, e shikoj që është gati në këto momente, më konfirmoni nëse është e mundur që të kem një komunikim me të. Ndërkohë që mbetemi me sloganin kryesor, ne jemi bashk, gjuha shqipe nuk negociohet, ne nuk do të zbrapsemi, ne nuk do të heshtim. Këto kanë qenë disa prej deklaratave, sloganeve të studentëve edhe në protestat e shkuara. E fundit në Shkup në fakt ka qenë për të admiruar përsa i përket organizimit edhe pjesëmarrjes. Një duket edhe kjo në kryeqytet, në Tiranë, ku studentët kanë zgjedhur pra që të çojnë mesazhet e tyre në ambasadën e Maqedonisë së Veriut. Megjithse
mesazhit i dërgojnë tek politika, tek përfaqësia diplomatike, nuk kanë dashur dhe kanë bërë ç'është e mundur që figurat politike, pra politika të mos jetë prezent në këtë protest, në këtë marshim të studentëve. Këtë e konfirmoi edhe një prej organizatorëve të kryesor të kryeqytetit pak minuta përpara nisjes zyrtare në orën 17 të këtij marshimi të studentëve. Qeveria që shkel mbi të drejtat tona me arrogancë nuk do të na zbrapsë, ne nuk do të heshtim, zëri ynë nuk do të ndalet. Protesta është sensibilizim për mbështetjen që i kanë dhënë të rinj studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç na konfirmuan kolegët nga terreni, të shumë kanë qenë të rinj të cilët vinin nga Kosova, por gjithashtu edhe nga trevat tjera, përfaqësuar me flamuj për të qenë bashkë. Ne jemi bashkë, qëndrojmë me planet e drejt për drejta në këtë transmetim live, ndërkohë që unë zhvilloj një tjetër bisedë teksa kolegja Engelida Mema bëhet gati për një raportim me zotin Fatos Rushidi, gazetar. Zotin Rushidi, përshëndes, faleminderit që gjete pak kohë. Çfarë përshtypje, çfarë ndjesie të jep kjo protestë në kryeqytet e studentëve të Maqedonisë Veriut, por jo vetëm? Shiko, mu personalisht më jam natyrisht më ndjep ndjesi pozitive, por nga ana tjetër neve, domethënë në Maqedoni të Veriut, është tragjike që në këto trende të zhvillimeve dhe statit që është shteti sot, demokracia sot, flasim për një protestë që ka të bëjë me një të drejtë krejtësisht elementare që e kemi kushtetuese që nuk është zbatuar, domethënë deri më tani. Qartë. Një prej studentëve tha, nuk bëhet fjalë vetëm për provimin e jurisprudencës, por për më shumë se sa kaq, për dinjitetin e shqiptarëve. E konstaton se është mbushur kupa, se duket se ka një pozicionim, nuk duan që të kenë, le themi, kontakt me politikën, ama të japin mesazhet e drejt për drejta nga mbështetja popullore, nga bashkëpunëtarët e tyre, nga kolegët, studentë. Po tani për një mbështetje më gjerë duhet një organizim edhe një operativ më gjithëpërfshirëse, gjë që nuk po e shoh që po ndodh. Nuk ka një përkraje, domethënë në protesta duhet të kenë një sens më gjerë, domethënë përkraje më gjerë për njerëz që kanë ndikim, nuk shoh tek media shumë që animohet kjo, domethënë. Çfarë ka arritur deri tani protesta, zoti Rushidi? Protesta, mendoj që ka arritur që të mos tek pushteti, që të japë syt më shumë dhe të përgjigjen me një zgjidhje sa më shpejt të mundur për prodhimin e jurisprudencës. Pushteti është dotuar që të ta zgjidhë bile me zëvendës kryeministri Bekim Sali, është dotuar që ditën e njëjtë mund të ketë një propozim ligjit i cili për prodhimin e jurisprudencës do të me interes po pritet se si do të jetë ky draft propozim, me që kur dihet që neve në Maqedoni ligjet i kemi, por zbatimi dhe procedura zbatimi. Zoti Rushidi, do të lutesha të qëndrosh në linjë ndërkohë që lidhem me Engelida Memën, me gazetaren kolegen, sepse kemi një zhvillim të minutave të fundit. Engelida, të përshëndes edhe një herë. Të lutem, më thuaj çfarë po ndodh. Atëherë Ilir, përshëndetje, duket që policia ka marrë masa për të ndaluar protestuesit që të depërtojnë në brendësi të bllokut të ambasadave, aty ku ndodhet ambasada e Republikës së Maqedonisë. Siç duket edhe nga këta pamje të drejtë për drejta, është policia e cila ka bllokuar hyrjen e studentëve, duke bërë që studentët të qëndrojnë vetëm në pjesët të bllokut të ambasadave, pa depërtuar në ambasadën e Maqedonisë së Veriut. Nuk e di sa dëgjohen, sepse është vendosur dhe muzika në sfond për ta ndezur edhe më shumë protestën. Tashmë studentët kanë pritur në hyrjen e ambasadave, aty ku do duhet zhvillonin protestën e tyre, kanë bërë rrugëtimin nga sheshi Skënderbej drejt ambasadës së Republikës së Maqedonisë, por këtu është vendosur kordoni policisë, por mos u bërë të mundur
depërtimin e forcave të policisë. Dhe policia nga ana tjetër është kujdesur të bëjë mbarvajtjen e kësaj proteste, duke siguruar që makinat mos të kalojnë në njërin katë të rrugës për të lejuar studentët që të vazhdojnë protestën e tyre. Tashmë duket që kjo është edhe pikë takimi i fundit, dalesa ku protestuesit, studentët do të vijojnë protestën e tyre. Pak sa i vështirë komunikimi, ama dëgjohesh Engeleda. Doja do të pyesja përsa i përket fjalimeve, do të ketë të tilla ashtu si në nisje të kësaj proteste? Deri më tani, në këto momente e lirë mund të komunikojmë edhe më qetë, atëherë studentët nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut tashmë kanë britur në hyrje të bllokut të ambasadave, aty ku ndodhet edhe ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Forcat e policisë kanë krijuar një kordon për mos të lejuar kalimin e tyre, tashmë kanë vendosur edhe një podium ku studentët do të mbajnë fjalën e tyre, dhe me sa duket kjo është edhe ndalesa e fundit e tyre, pra këtu do të mbyllin edhe protestën e tyre. Marshimi filloi nga sheshi Skënderbej deri në hyrje në bllokut të ambasadave. Policia u kujdes që të kishte një lëvizje të lirë të studentëve për mos të krijuar as përplasje dhe as bllokim të lëvizjes së makinave. Tashmë studentët janë vendosur në podiumin e tyre në sloganin që shoqëroi gjithë të protest ne jemi bashkë dhe me thirrjen gjuha shqiptare është e panegociueshme. Tashmë presin vetëm fjalët në këtë podium. Duket se studentët nuk do të bëjnë asnjë përpjekje për të deportuar më në brendësi ose në ballinën e ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, por do ta zhvillojnë protestën këtu, në rrugë, në rrugën e Kavajës, për të thënë edhe fjalën e tyre dhe për të shpërndarë edhe mesazhet e tyre. Mirë, presim ndërkohë që të nisin fjalimet nga ana e studentëve, është improvizuar një podium ku përveç studentëve, që siç e tha Engeleda, janë mbledhur nga trevat ndryshme të Shqipërisë, do të ketë edhe figurat njohura që do të japin mesazhe. Kosovës, Maqedonisë dhe gjithë qytetarët që janë bashkuar kësaj proteste paqësore me të drejtën më të madhe, me të drejtën për studentët e Maqedonisë, për studentët që luftojnë për gjuhën shqipe, të bëjnë atë provim në gjuhën shqipe. Kjo nuk është protestë vetëm për ta, është edhe për ne, është për kombin tonë, është një protestë gjithëpërfshirëse. Mirë se keni ardhur dhe hajde grejnë zërin fort për ta quar deri në fund këtë mision tonin. Unë jam Kristianela, një nga përfaqësuesit e studentëve në Universitetin e Tiranës. Jam këtu sot për këtë kaos që realisht kërkon mbështetje, realisht kërkon bashkim dhe realisht kërkon t'i lejmë të gjitha me njanë dhe të bëhemi gjithë bashkë. Sot i kemi lënë të gjitha vetëm për kombin, vetëm për të bërë bashkë, vetëm për të drejtën që sot jemi të gjithë këtu. Ajo që po ndodh vëllezërve dhe motrave tona atje është diçka që nuk është e drejtë, është diçka që nuk është e lishme dhe kjo na bën edhe më të fortë të bashkohemi akoma më fort, të ngrejmë zërin, mesazh të buças nga ky shesh të sud. Nuk dua të tezjatem dhe dua t'ja kaloj fjalën time personi tjetër, përfaqësuesi tjetër nga universiteti tjetër. Ama një gjë dua për jush. Dua që të bashkohemi, dua që të bërtasim sot, dua që të përcjellim mesazhin e madh që kjo gjë është një padrejtësi dhe për vëllezërit tanë, edhe motrat tona do bëhemi gjithë bashkë, se jemi një. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Arvina, studente në Fakultetin e Drejtësisë Universitetit Tiranës, njëkohësisht aktiviste. Në qoftë se është diçka që na ka mbajtur gjallë në përstuhi që ka kaluar kombi shqiptar, ajo është gjuha shqipe. Dhe detyra jonë është ta mbrojmë, ta ruajmë dhe ta përcjellim brez pas brezi. Sot nuk jemi këtu vetëm për disa fjalë apo pankarta. Jemi këtu sepse gjuha është identitet, është histori, është vetë zëri i kombit tonë. Kur humbet gjuha, humbet kujtesa, kultura dhe rrënjët tona. Prandaj dua t'u drejtohem sidomos të rinjve. Mos mendoni se zëri juaj nuk dëgjohet. Çdo i ri që bashkohet, bëhet forcë për këtë komb. Ne duhet ta shohim si detyrë ndaj vendit tonë.
të ngrim zërin sa herë që rrezikohet identiteti ynë. Mos të jemi brez indiferent, le të jemi brezi që u bashkua, që foli dhe që mbrojti gjuhën shqipe me krenari. Sepse kombi mbahet gjallë nga ata që nuk heqin dorë prej tij. Vëllezër dhe motra shqiptar, unë jam Gjenis Marku, senator i Universitetit të Tiranës, dhe nuk e keni idenë sa krenarit ju shoh gjithë dhe këtu të bashkum. Sot nuk jemi mbledh këtu thjesht për një protestë. Jemi mbledh për dinjitetin tonë kombëtar, për studentët shqiptar në Maqedoni dhe për Shqipe, që është identiteti ynë. Ne nuk mund të heshtim kur preken shqiptarët. Ne nuk mund të heshtim kur preket gjua që na kanë lënë amanet parët tanë, sepse kjo gjuhë është gjaku, historia dhe krenaria jonë. Ne nuk kërkojmë mëshirë, ne kërkojmë respekt për studentën tonë, për identitetin tonë dhe për kombin shqiptar. Sot tregojmë se studentët shqiptar nuk kanë frikë ngrenjë zanin për kombin e tyre. Jemi këtu për të treguar se kudo që ka shqiptar, ka zemra që rrajnë kuqezi. E për jetë shmet është gjua shqipe, e rrot kombi shqiptar. Një lëpi këtë si se me shreku jem shqiptar, e kur manet mi në dora, për atema në si amora, e kur manet mi në dora, për atema në si amora. Ata menduan se studentët shqiptar Maqedoninë e Veriut janë vetëm, por harruan se një Shqipëri e tërë i ka sytë e mendjes e të zemrës mbi ta. Pushteti, shia e pushtetit u bëri gjakun ujë disave, e i bëri të pyesin nëse vlen apo nuk vlen kauza e studentëve shqiptarë. Nuk u interesuan se si 40 rinë shqiptar student nga Tirana u ndodhën në terror psikologjik 8 orë rrugëve të Maqedonisë, por nga dëshpërimi për pushtet. Por të dëshpëruar për pushtet, injoruan atë që i sollin pushtet, gjuhën shqipe. E ka... Po i gjej ujë. Dhe u morën me lapsuset prodhuara nga lodhja e nga rebelizmi, antagonizmi ndaj tentativave që të bëjnë për të gjymtuar të drejtat e studentëve shqiptarë atje. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut po bëjnë atë që do të bënin ata politikanë shqiptarë atje. Mos lejojnë në përkëmbjen të drejtave e sidomos të gjuhës shqipe. Për ne shqiptarët, gjuha shqipe është e shenjtë. Ajo na ka dhënë një identitet dhe dallim unik. Na ka mbrojtur nga përçarja fetare dhe krajinore. Të kapur pas flamurit dhe gjuhës shqipe, shqiptarët i kanë mbijetuar shekujve. Kolegët dhe bashkëmoshatarët tanë shqiptar, Maqedoninë e Veriut, na dha një mësim, na dha një mesazh që ndoshta edhe mund të ishte harruar. Shqiptaria nuk di të ndalet dhe ne do të jemi me ta deri në fund, deri në realizimin e kërkesave tyre, pavarësisht mekanizmave të shtetit Maqedonas apo ndonjë politikani shqiptar gjakprishur në Maqedoninë e Veriut. Zoti i bekov studentët shqiptar në Maqedoni, Zoti i bekov shqiptarin.
Na pyetën gjithë se cila është simbolika dhe pse po bëhet kjo protestë. Vetë kjo protestë është simbolika. Fakti që në mblidhemi këtu tregoj dhe njëherë se gjua shqiptare ditë na bashkoi, ditë na tregoi që ne mund të bëhemi bashkë. Është kjo gjuhë që na mblodhi sot këtu dhe është ajo për cilën shpesh deklaroj me kënaqësi se është identiteti ynë. Një gjuhë që na lidh, na bën komb dhe na dallon nga çdo popull tjetër. Sot është momenti të tregojmë se historia jonë është më e madhe se sa thjesht takimet në stadiume apo datat historike. Kjo protestë na kujton edhe një herë se kombi shqiptar, kjo shtëpi e madhe, në thelbin e saj, ka këtë kulturë kaq të madhe, me kaq mesazh, të cilët sot, të gjithë ne që jemi në këtë shesh, ndihemi krenar për të. Thira që kam është e thjeshtë. Është e rëndësishme të mos tregohemi indiferent, sidomos në këto pika historike. Ne kemi gabuar në kohë shumë pikërisht nga këto gabime. Neglizhenca të cilat na çojnë sot që detyrohemi dhe të ngrem zërin me shumë vonesë. Njerëz cilët në mizorinë e tyre nuk e kanë kuptuar se sa e rëndë është që të përbajtet gjuha dhe identiteti i tyre. Është kollaj ta shohësh nga shtëpia, është kollaj ta mendosh, është kollaj të bësh një video, është kollaj të fantazosh. E vërteta është që duhet jemi të gjithë këtu bashkë. Ne studentët sot jemi simboli që tregojmë se duhet marrim nisma, duhet jemi bashkë dhe duhet tregojmë që kombi është mbi ne, është mbi çdo parti, mbi çdo gjë tjetër që mund të ketë rëndësi. Ne jemi bashkë. Ky është slogani që duhet ta ketë shqiptaria gjithmonë me vete si shtyllë kurrizore të thelbit të saj. Unë që flasja me Neatrimi, përfaqësoj Universitetin e Arteve dhe është krenari që për herë të parë gjithë universitetet bien në unison dhe tregojmë që askush nga ne nuk është më rëndësishëm se kombi shqiptar. Faleminderit. Me që të dashur vlezët dhe motra nga të gjitha trojat. Student, ju të Tiranës, të Shkupit, Tetovës, Prishtinës, Preshevës, e Bujanovcit, Qamëris, ju të Mërgatës, anën ban botës. Çfarë ndjenje, çfarë emocioni, çfarë forci ka ky shesh sot. Shikoni rreth jush, ktheni kokën dhe shikoni mirë njëri tjetrin. Kush jemi ne sot? Studentët, rinia, gjithmonë ata, gjithmonë të parët kanë qenë në çdo lëvizje shoqërore, politike, e deri tek ato kulturore. Edhe në këto kohë të vështira, në Shkup, të parët u zgjuan, e sot këtu në Tiranë po e vazhdojnë, e nesër edhe në Prishtinë duhet ta vazhdojnë. Sepse kështu është kur e quan njëri tjetrin, vlla apo motër, i del në besë, i del për Zot në ditën më të vështirë, sepse le ta thonë çfarë të dojnë tjerët, i yti është një nën e kemi shqiptarin. Nëse ti prek një student shqiptar në Shkup, ti ke prekur një student shqiptar në Prishtinë, ti ke prekur një student shqiptar në Tiranë, me ke prekur mua, ti ke ngritur në këmbë, ti ke ngritur në këmbë një rini në Presheve Bujanovc, por edhe në çdo vend tjetër ku rrin një zemër shqiptare dhe në skajin më të larg të Mërgatës. Ne jemi një trup, një zë, një dhimbje dhe një. Nuk jemi musafir që tërkasim në dyrë tona pa ftesë. Jemi zot shtëpie dhe zëri nuk mund të fshihet. Nga ky shesh, sot. Nga ky shesh, o miq, sot po i themi. Mos prekni atë që s'prekat, mos prekni atë që nuk duhet. Mos luani me durime në një rinie që nuk di çfarë është nënshtrimi. Gjua shqipe do të flitet, do të jetohet dhe do të mbrohet në çdo institucion, në çdo rrugë dhe në çdo shtëpi.
Po e mbaroj, miq, jam djali lindur në Mërgat, quhem Jan Bislimi, jam e treta gjenerat jashtë kufive tona. Gjuhën Shqipe e kemi marrë në valigje, kur kemi ikur. Gjuha Shqipe do të flitet, me origjinë nga Kosova, rritur në Francë, studioj në drejtësi, por shqiptar kam qenë e do të mbetëm kudo që kam hedhur hapat dhe sot jam këtu në shishën tuaj, në shishën tonë, në shtëpinë time. Dhe një fjalë popullore thot, gjuha ruhet atje ku shkruhet. Pra atëherë, unë ju pyes, a jeni gati ta shkruajmë? Le ta shkruajmë, me protesta, me fjalë të pathyera, duke zbatuar ligjin, me provime të dhëna shqip në çdo auditor, me gjykata ku shqiptari, me gjykata ku shqiptari flet gjuhën e tij pa kërkuar leje. Le ta shkruajmë historinë, jo me lot ankese, por me vendosmëri absolute. Gjuha shqipe ka mbjetuar Osmanët, ka mbjetuar Jugoslavinë, ka mbjetuar çdo regjim që ka dashur të fshin nga foqja e dheut. Por dëgjoni mirë, sot nuk presim më të mbjetojnë, shqiptarët në Maqedoninë kërkojnë jetojnë me dignitet në gjuhën tonë, plotësisht dhe ballë lartë. Roft gjuha e shet shqipe, roft rinia shqiptare. Edhe i njoftim funit kena për shtetin Maqedonas, që ose ato nuk reagojnë, ne presim tu të vime dhe 100 fish ma tepër se kaq. Roft Shqipëria! Tani do bojmë edhe himnin ton kombëtar Shqipërisë. Edhe diçka të fundit gjithë, atë që thamë pak më parë, edhe 100 fish më shumë do të bëhemi të gjithë bashkë, sepse kombi e ripërsëris atë që thash pak më parë. Kombi është mbi çdo parti. Gjyrat kuqesi janë mbi çdo gjyrë tjetër. Dhe ne, të rinj të këtij kombi, ne që duam me shpirt pas një interes, do të luftojmë çdo ditë për Shqipërinë e çdo vendrojë shqiptare. Faleminderit.
Kemi ndjekur mesazhet e studentëve përpara ambasadës së Maqedonisë së Veriut, e cila në perimetrin e saj është rrethuar nga ana e efektive të policisë së shtetit. Do të rikthehemi 100 fish. Ka qenë deklarata e fundit e studentëve nëse nuk plotësohen kërkesat tona. Zoti Rushidi, çfarë do të prodhoj kjo protest në kryeqytetin e Shqipërisë? Nuk jem dëgjova Ilir, më fal. Nuk më dëgjohet. Edhe një herë, çfarë do të prodhoj në gjykimin tënd kjo protest në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë, nga ana e studentëve? Do të fillojnë të lëvizin mekanizmat e politikës për të marrë dinjitet shqiptarët, gjua shqipe, por jo vetëm kaq? Shikoni, unë edhe rën e kaluar thash që pritjet janë që Shqipëria të mos hesht. Domethënë Tirana hesht, sepse nuk e di pse hesht, nuk kemi asnjë prononcim nga qeveria shqiptare, ndërkohë që protestat ndodhin këtu, kur jemi tek ajo që më herët, domethënë në pikërisht e Tirana ka qenë iniciatori platformës politike shqiptare, kysh para 10 viteve, gjë që dhe rodhin me marrëveshjen e domethënë në Përzhinës. Tani që është dikush tjetër në qeveri, unë mendoj që shteti shqiptar duhet të jetë më dinamik dhe me këmbë ngulës në raporte qoftë diplomatike, qoftë drejt për drejta me qeverinë e Maqedonisë, që ne mos kemi probleme të tilla që neve duhet që përgjithmonë të rregullojmë ca gjëra, që të cilët nuk ne ka rregulluar partitë e pushtetit deri më tani. Pra, elitat tona korruptive që janë thirrur në vlerat e luftës, pikërisht ata që kanë qenë përgjegjës kryesor për që kemi ngecur dhe nuk e kemi rregulluar, domethënë çështjen e zbatimit të gjuhës shqipe në për të gjitha nivelet e organizimit të administratës shtetërore dhe publike. Pra, neve pritjet janë që zëri studentët të ndëgjohet dhe të ketë zgjidhje, jo zgjidhje gjysmake dhe zgjidhje për të thënë, por të jetë një zgjidhje shumë dimensionale, të jetë një zgjidhje politike, them, pa diskutim që duhet jetë, me qëllim që neve nëse shqiptarë mos kemi probleme të tilla që ta përsëriten dhe që të shfrytëzohen nga eksponentë politik të cilët nuk kanë çfarë thonë, sepse është ironike. Domethënë kemi profesor që ishin në studio, kur nuk kanë ngritur zërin kolegët e mi, domethënë unë kam qenë kritik në ndaj qeverisë, po kemi një të cilët hop për një herë u zgjuan tani. Më kujtohet tu kur ishte kur u ndrua pushtetin në Shqipëri dhe për një herë Sali Berisha në vitin 2018 folke për drogë, për sikur të mos kishte ekzistuar ajo drogë gjatë qeverisë së tij 8 vjeçare. Dhe profesor shumë mirë që janë zgjuar, edhe pse është tepër vonë, domethënë kolegët e mi, unë personalisht dhe disa kolegët e mi kemi qenë gjithmonë kritik, po kemi qenë të anashkaluar, pikërisht për të çështje të cilës studentët po flasin tani. Pra jemi neglizhuar, jemi leqitur dhe jemi penguar që ta shfaqim veten tonë në Maqedoninë të Veriut, pikërisht nga ata të cilët flasin tani, dalin pa kurrë fakturë, domethënë mendojnë se të shfrytëzojnë studentët. Unë mendoj që studentët nuk duhet të shfrytëzohen, zëri i tyre duhet të dëgjohet në mënyrë absolute. Dhe pikërisht është kjo çështje politike, ta thash, domethënë duhet të ketë një zgjidhje politike. Shqipëria nuk duhet të ngjetë këtë aspekt, nuk duhet ta shohë domethënë Shqipëria pse kush qeverisë në Kosovë, pse vleni bashkëpunon me Albin Kurtin. Shqipëria është ju e keni obligim me kushtetut, nuk keni preambule, keni me dispozita kushtetuese, që të kujdeseni e që nuk po kujdeseni. Çfarë pret nga Tirana zyrtare, zoti Rushidi? Shikoni, ta jap një shembull në luginën e Preshevës. Serbia bën diskriminim absolut. Imagjino që ka bërë Serbia, duke ditur se shqiptarët janë në integrim dhe shumica janë në Kosovë, por që kanë vendet e tyre në Preshevë, luginën e Preshevës, Serbia me ligj e ka bërë që i ka vënë çdo verbalimi, çdo shtëpie, i ka vënë numër. Pse? Sepse kush merr leje qendrim në letër njoftim në kartën e identitetit në Serbi, duhet të ketë numër shtëpie. Do thonë i ka përjashtuar dhe Shqipëria hesht. Do thonë nuk kemi në këto kushte në Maqedoninë e Veriut apo jo? Si? Nuk kemi në këto kushte në Maqedoninë e Veriut, them. Shiko,
Ne jemi kundin e Pandorës, ne Maqedoni e Veriut, që vleni po qeverisë mbrena një sistemi, po mundu të qeverisë mirë të bëjë zgjidhje, si që bëjë zgjidhje me provimin për dhënien e licencës për qerdhet, për kopshtet, pra vleni nuk po i ke shpërdor kauzat politike kombëtare, po mundoj që të bëjë zgjidhje juridike me aq mundësi që ai ka. Po duhet ishin bërë më herët. Sot studentët nuk besojnë më tek politika. Zgjidhje mbas 3 muajsh për shumë kënd mund të jetë edhe një fitim kohe. Studentët unë për shembull kam pa kolegun tim, i cili ka qenë në protestë, mos të përmendem emra, që kanë qenë antar të provimit të jurisprudencës. Domethënë profesorët e këtyre studentëve në Maqedoni në të kolegëve në juridit, unë jam i jashtëm, jam pedagog i jashtëm. Në Universitetin e Tetovës jam 10 vite pedagog i jashtëm. Ata janë të mbrëmshëm, domethënë edhe to kanë qenë profesorë se kanë vit kursërin, domethënë kanë banorë të tillë. Kemi parasysh çfarë gjendje jemi ne. Ne në duhet në Albin Kurte ne. Në duhet një politikan rebel që ndërton vërtet kauza, po jo kauza, domethënë për një çështje parciale. Kauzë për të rregulluar një herë për gjithmonë çështjet në Maqedoni të Veriut. Ke besim në bashkëpunimin e Vlen me Mickovskin? Si? Ke besim nga bashkëpunimi i Vlen me Mickovskin? Është zhvilluar një takim apo jo kohëve të fundit? Shiko, këto domethënë janë zotuar, do të shohim, unë thash me interes, po presim çfarë zgjidhje do të ofrojë qeveria. Domethënë të jetë ka përlemruar mbram ishte Bekim Sali, zëvendës kryeministrin, ishte në televizionin 21 dhe përlemroi që të jetë do të ketë një draft propozim, tash me interes po pritet se çfarë do të propozojë, domethënë me siguri duhet të jetë një zgjidhje nëse domethënë kjo është edhe ta themi domethënë është dorën e kryeministrit se si ti përgjigjet kërkesave. Nëse kryeministri e ka qëllim që të bëjë vërtet kërkesave, ai duhet të bëjë një zgjidhje ligjore të mirëfillt. Nëse nuk e ka për qëllim, ai mund ta përdore, mund zvarritet, mund ta përdore si gjysmake, mund të përdore një zgjidhje gjysmëligjore që me procedurat na lodhe me jo kështu po ashtu. Tash varet se çfarë do të thotë kryeministri. Vleni duhet të jetë sinqert që në raport me kryeministrin të jetë këmbgulës dhe një zgjidhje të mirëfillt ligjore, duke ditur që ata të cilët të rrinë pas vere për të hyrë në qeveri e kanë shpërdorur pikërisht të ndenjën e pushtetit, nuk i kanë ofruar këtyre studentëve për 25 vite me radhë dhe kanë qenë pushtet, kanë qenë antar të provimit të jurisprudencës, nuk i kanë ofruar studentët të tyre asnjë zgjidhje ligjore për ta dhënë provimin në gjuhën shqipe. Qartë. Zoti Ushiti, falenderoj për këtë komunikim. Gjithashtu falenderoj edhe juve. Do të vetet për të parë se cili do të jetë reagimi. Me sukses në studentët, gjithashtu pa diskutim. Vion protesta e studentëve përpara ambasadës Maqedonisë së Veriut, ku disa minuta më parë janë mbajtur gjithashtu fjalime nga të rinj të cilët shprehin qartë pra mbështetjen dhe kauzës të ardhur nga fakultetet ndryshme, por gjithashtu edhe nga treva të ndryshme shqifolse. Ka përfunduar ky podiumi improvizuar dhe fjalimet në të me himnin kombëtar, por gjithashtu edhe me këngë të tjera patriotike, të cilat janë zgjedhur që të shoqërojnë këtë protest, këtë marshim të studentëve në kryeqytet. Mbetemi sërish me pamjet e drejt për drejta të studentëve, të cilët nga sheshi Skënderbej, aty ku janë mbledhur në orën 17:00, kanë vjuar mëtej me një marshim për të dhënë edhe mesazhe nga ambasada e Maqedonisë së Veriut. Mbetet për të parë se cili do të jetë reagimi i Tiranës zyrtare, politikës së saj, por jo vetëm edhe Prishtinës, cili do të jetë qëndrimi i politikës në Maqedoninë e Veriut ndaj kësaj proteste, e cila duket se po përshkallëzon. Mesazhi i fundit i studentëve ishte
do të bëhemi 100 fish nëse kërkesat tona nuk do të dëgjohen. Konfirmoni nëse kam Engelida Memën për të bërë edhe një përmbledhje të fundit të këtij marshimi. Engelida, përshëndes edhe një herë, duket se jemi më qetë në këto momente, jemi drejt fundit të këtij marshimi. Lutem më bëj një përmbledhje të informacionit që kemë mbledhur, si do të vijohet mëtej, do të shkohet diku tjetër, do të vijojë marshimi, apo mund të themi se zyrtarisht tashmë protesta është e mbyllur? Jo, Ilir, mund të themi që protesta e mbylli, le të themi, të gjithë kërkesën, mesazhet që ajo solli sot në qendrën e Shqiptarisë, në kryeqendër, në kryeqytet, në Tiranë. Tashmë edhe studentët si nga Shqipëria, Kosova, ashtu dhe nga Maqedonia dhanë mesazhet e tyre të fundit, kur mesazhi kryesor është që të gjithë shqiptarët jemi bashkë, gjua shqipe nuk negociohet, duhet të bashkohemi për ta mbrojtur gjuhën tonë, ashtu si në të shkuarën askush nga pushtuesit nuk ka mundur të na i fshi gjuhën, neve duhet vazhdojmë ta flasim dhe ta shkruajmë ata. Tashmë protestuesit, studentët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të qëndrojnë në rrugën e Kavajës, aty që është edhe në hyrje të bllokut të ambasadave ku ndodhet edhe ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me flamujt, me flamurin e Shqipërisë, me flamurin e Kosovës, me flamurin e UÇK-s, protestuan sot të gjithë studentët, një protestë e thirrur nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë, por që më pas u bë thirrje dhe të gjithë studentëve të tjerë si nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut, por edhe universiteteve të tjera të Shqipërisë, edhe pse Ilir pjesëmarrja ndoshta nuk është në numra shumë të mëdhenj, por le të themi që kjo protestë e ka dhënë mesazhin e saj, e ka dhënë qëndrimin e saj që të rinjt duhet të bashkohen për të mbrojtur gjuhën shqipe. Foltorin ishte shumë interesante, të gjithë fjalët që mbajtën studentët të rinj, me mesazhe shumë të mira, shumë të forta, shumë të bukura, që rallëherë në fakt i dëgjojmë edhe në podiumet e partive politike, por ky podium dhuroi mesazhe dhe fjalime shumë të mira që shqiptarët jenë bashkë sa herë që rrezikohet identiteti dhe kombi i tyre. Pas Tiranës, protesta do të vendoset në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës dhe më pas duket që protestuesit, pra studentët, kanë vendosur që për aq kohë sa qeveria e Maqedonisë së Shkupit nuk do të përmbush 3 kërkesat e tyre kryesore, kur më kryesorja është dhënia e provimeve shtetërore në jurisprudencë në gjuhën shqipe, ata do të vazhdojnë të protestojnë. Premtimi ishte që në protestën e radhës do të jenë shumë më shumë nga çishin sot në kryeqendrën e Shqiptarisë në Tiranë. Të bëhemi 100 fish. Ky ishte mesazhi i fundit, Engelida. Mbetet për të parë reagimi mbas kësaj proteste, ndërkohë që në një tjetër kënd të studentëve është Ardit Hoxha, kolegu i cili do të na përcjell gjithçka u tha në këto minutat fundit. Ardit, përshëndetje edhe një herë. Pati një komunikim në Mosgaboj për protestën e radhës, por jo vetëm. Tu dhe më thuaj diçka më shumë. Po në fakt ishte një paralajmërim ai që u bë vetëm pak sekonda më parë nga një prej folësve gjatë protestës sotme, i cili në një farë mënyrë deklaroi se nëse kërkesat e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut nuk do të plotësohen dhe nuk do të plotësohen shpejt, ai theksoi se do të ketë sërish një protestë tjetër në Tiranë, por këtë herë edhe më masive se sa kjo që pam ditën e sotme. Për të theksuar Ilir është se gjatë gjithë kalimit të tyre të studentëve nga sheshi Skënderbej e deri në këtë pikë në rrugën Kavajës pranë ambasadës së Maqedonisë së Veriut, gjithë marshimi i protesta ka shkuar në shumë qytetare pasi rreziketi apo dhe problematike, pavarësisht se kanë aty duhet të theksojë edhe në tjetër që policia gjithashtu kishte marrë masat e saj, duke siguruar dhe garantuar që ky marshim kuptim i studentëve shqiptarë pro ose në mbështetje të kolegëve të tyre në Maqedoninë e Veriut të shkonte sa më parë, ashtu sikurse në fakt të shkojë. Sa takon mesazhet kryesore, ato pak a shumë ishin të ngjashme me ato që ne kemi dëgjuar edhe në protestat që janë zhvilluar në Shkup, ku është kërkuar një zgjidhje sa më e shpejtë dhe emergjente për të drejtën
minimale që kanë konsideruar ata të studentëve shqiptarë që kenë mundësi të japin provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe, por jo vetëm kaq, kanë kërkuar që t'i thuhet stop dhe të ndalohet këtu diskriminimi i shqiptarëve dhe gjuha shqipe të jetë një e drejtë e panegocueshme për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, duke qenë se në kushtetutën e këtij vendi shqiptarët cilësohen si një minoritet shtet formues dhe kanë të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe në institucione dhe këtë sigurisht edhe në institucionet arsimore, si janë edhe universitetet. Duhet kështu kjo protestë i mirë me këto këngë patriotike të cilat kanë qenë të pranishme të gjithë kohës dhe janë kënduar njësojnë pas nga të gjithë protestuesit në një mënyre për të shkuar edhe më shumë dozat e patriotizmit dhe energjisë urgjenci dhe të kësaj ishte e parë në Tiranë, por nuk ka dhe mua se nëse nuk do të kërkesa e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, ajo nuk do të jetë e fundit. Po Ilir. Ardit, falenderoj, raportim paksa i vështirë në sfond ovacione, por gjithashtu edhe muzikë patriotike. Ju falenderoj shumë, falenderit Ardit Hoxha, falenderit Engelida Mema që ndoqët nga afër edhe raportuat rreth protestës studentëve ditën e sotme rreth të rinjve, duke qenë se shqiptarët u bën bashkë nga treva të ndryshme, nga Shkupi, nga Prishtina edhe nga kryeqyteti. U mblodhën pikërisht në bustin e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit, pam gjithashtu fotografi të Ismail Qemalit edhe Isa Boletinit, flamuj, kuqezi, flamurin e Kosovës gjithashtu, ka nisur rrugtimi mbas disa fjalimeve të shkurtra, marshim deri tek ambasada e Maqedonisë Veriut, aty ku janë marrë masat, sigurisht, e sigurisë edhe nga ana efektive, cilët e kishin rrethuar gjithë perimetrin e saj. Deklarata, mesazhet të forta nga një podium i improvizuar nga ana e studentëve, do të bëhemi 100 fish më shumë nëse kërkesat tona zërin nuk dëgjohet, ka qenë deklarata e fundit e studentëve, por jo vetëm edhe figurave të njohura publike në fund të kësaj proteste, ndërkohë që jemi ende me disa çaste ku po dëgjohet muzikë patriotike, po valviten flamujt të Shqipërisë, Kosovës, diku atje shikoj edhe flamurin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoktonis, gjithashtu në këto pamje të drejtë për drejta me sloganin kryesor, ne jemi bashkë. Kështu mbyllet ky transmetim i drejtë për drejtë me pasqyrimin e kësaj proteste të rinjve. Për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona i ndiqni edhe në radio, në frekuencën 105.7. Në orën 19 jeni me Mirela Milorin. Faleminderit për vëmendjen.